nuk e besoj këtë si. Okej, ja përse. Mos i bien kështu nga si bien nëse unë nuk po Unë dakord. Unë nuk e besoj këtë histori. Po. Një e para, unë nuk besoj të kjo luftë e drejtë që ka nisur Amerika e hyshtur nga Izraeli. Ky është fakt, domethënë, sepse gjithë Europa nuk po i shkon nga mbas, gjithë Europa mbar. Asnjë shtet evropian nuk e ka le themi mbështetur këtë luftë, edhe sot në Amerikë ti ke nga Philadelphia deri në Kaliforni protesta të pafundme në lidhje pikërisht për shkak të kësaj lufte. Tani, doni që kjo histori të vazhdojë pafund dhe të ketë kosto për qytetarët evropianë dhe botëror dhe global, më së paku për ne se na ka shkuar nafta 2250 lekë. Mirë të porosisë shkrudo se sa domate. Do vetëm lirë, pra, e kupton ku kemi arritur. Dakor, pra, po tani për shkak të saj. Po, kjo është historia. Dhe në gjithë këtë histori, në gjithë këtë vorbull, unë mendoj, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës, ajo le të themi u faqja ose selia e Shtetet Bashkuara të Amerikës do bëj politikën e jashtme amerikane, se ata për atë punë janë këtu, nuk janë për Shqipërinë, ata janë për Amerikën në Shqipëri. Okej. Ashtu. Dhe është krejt normale që ata t'japin, le të themi, të kenë një qasje, siç e ka politika amerikane në lidhje me këtë luftë. Hjedh thot prisni keni shikoni se mos mund të ndodhin kjo, mund ndodhin ajo. Unë që nga 1990 mbaj mend domethënë që thoshin të njëjtin fjali. Shiko se ka protestë nesër PS-ja dhe mund të vriten, mund të priten. Ka PD-ja mund të vriten. Bore për ptik lapaj nxorën aty për tikun. Tha prit se mund të ketë dhull than. Po mirë, mos e kam do s'ka njerëz mund revolt po. Ama as në rastin e 21 janarit dhe as në rastin e 14 shtatorit nuk e tha këtë që. Atë ku duhet ta thoshte nuk i tha. Okej, faleminderit Nart. Përse mendoni Narti ka një qasje komplet ndryshe në kuptimin e gjës, ne jemi detyruar ta pranojmë sepse kjo është unë jam po përpiqem të qëndroj neutral. Detyro, unë ka të mendim kam. Pra, unë po përpiqem të qëndroj neutral në këtë histori, se po të më pyesit mua, unë kam dhe unë përgjigje për këtë histori. Përse lejohet? Nuk më lejohet, pra. Shikoj çfarë ka ndodhur. Kolegu Xhoj Malsia nga Top News, i cili ka dërguar një pyetje, thot faleminderit për pyetjen tuaj, ju ofrojmë përgjigjen e mëposhtme në sfond që i atribuohet një zyrtari të ambasadës. Administrata Trump nuk ka prioritet më të lartë se siguria dhe mbrojtja e amerikanëve. Ne po punojmë ngushtë me autoritetet shqiptare për të vlerësuar situatën dhe për të ulur rreziqet e sigurisë. Ambasada e SBA-s vlerëson bashkëpunimin e ngushtë me çështjet e sigurisë me qeverinë e Shqipërisë, e cila ka demonstruar një angazhim të vazhdueshëm për të garantuar sigurinë e qytetarëve amerikanë dhe të gjithë banorëve të Shqipërisë. Ne do të ofrojmë më shumë informacion sa po të jeti disponueshëm. Sa më pëlqen shumë ajo domethënë bashkëpunimi i ngushtë në çështje siguri, qeveria shqiptare me këta amerikanë. Shumë të ngushtë kanë. Ngushtë kanë vërtet. Shumë të ngushtë kanë. Seriozisht kanë shumë. Po, shumë të ngushtë, e shoh domethënë. Prandaj domethënë marrëdhënia e kësaj qeverie me marrëdhënien e qeverisë të Donald Trumpit, ajo shkojnë kështu mo. Motra vlla, në një krevat. Çfarë them unë tani për? Shika, tani se duhet ti marr mendime dhe dure tani. Jo, ti merr mendime, po problemi është po mundave çështjet e bashkëpunimit midis autoriteteve ligjzbatuese, që është politika amerikane drejt për drejt, edhe marrëdhënieve diplomatike bilaterale të lidhura me kontekstin politik janë dy gjëra krejt ndryshme. Ja ke gabim. Ma beso këto janë dy gjëra krejt. E ke gabim pra, sepse përpara Donald Trumpit një lloj kishte qasje Blinken, kur kur fliste në vetë parë dhe një lloj kishte edhe ambasadë Yuri Kim kishte këtu. Po politik më burr se bashkëpunimi me autoritetet ligjzbatuese, me policinë, me Po pse me drejtorin e policisë shtetit unë edhe më? Është tjetër qasje. Është tjetër qasje. Ne nuk po merrem me këtë histori. Okej. Zero. Përse mendoni dura që jemi, le të themi, një vend i ndjeshëm dhe a do duhet që nga ana e autoriteteve shqiptare në këtë histori të kishin qenë pak më të qartë? Nëse do të ishte ky, le të themi, qëndrimi i Nardit të bëj publik dhe i qartësuar përse ne nuk jemi të rrezikuar, dhe nëse jemi të rrezikuar, le të bëjë një njoftim tjetër ku të paktën qytetarët të orientoheshin për mënyrën se si, le të themi, duhet të sillen apo mund të identifikojnë element armiqësor ta cilësojmë kështu. Fakti që Shqipëria u zgjodh vendi ku të strehojë opozita iraniane. U zgjodh. Pra, nuk u zgjodh mo. U zgjodh. Po si më u zgjodh, ai ju lutë mjerte. Kanë qenë disa vende dhe ka pasur disa karakteristika. Alban, nëse nuk e ke informacionin, më vjen keq për ty, dëgjoj një sekond, lutem se këtë nuk ta lejoj dot. Dhe pastaj vazhdo bëj analizë. Nuk u zgjodh. Ju lutë Edi Rama që ti mjerte. Dhe të njëjtën lutje e ka pas se këta janë vasal, po para të të le o shtatanik, dëgjoj një herë. Po të le unë të le po. Dëgjoj. Po jepi. Këta janë lëpirsat numër 1, si djathtas dhe majtas, në 35 vitet që punë kanë bërë. Lëpirje. Kur vjen puna tek Amerika. Këta ju lutën mo.
Ishin gati ai është gati të japin gjithë Shqipërinë vetëm të shkojë të takojë një Donald Trump. Ti vazhdon akoma. E zgjodhi. Çfarë zgjodhi mo? Ata doni, e di kur e zgjodhi. Ku doni të sillnin armët kimike dhe Sultan Surreli doli gjithë Shqipëria në demonstrat. Ajo ishte era e vetme. S'ka zgjedhje këtu më. Do ta marrim të mirëqen që ne ju lutëm. Pra ata kanë bërë një analizë risku si vend, pra kanë pasur rrezik kjo opozitë e cila presupozohet që nesër do vinë në pushtet, do ndryshojë regjimin e Iranit, pra ka pasur një lloj skanimi të gjithë situatës, si përsa i përket qasjes sonë si popull, tolerancës fetare, pra ka pasur një lloj, le të themi, hetimi para prak nga administrata amerikane të vendit tonë. Pra ne kemi disa cilësi pozitive për cilat ata kanë menduar që ky mund të jetë një vend i sigurt për opozitën iraniane, në mënyrë që të jetë edhe një vend i cili mos ketë dhe probleme nga Irani. Dhe realisht, normalisht në vitet e parë ne nuk kemi pasur asnjë lloj problemi, përveç vitit 2018 dhe më pas prishjes së marrëdhënieve diplomatike me shtetin iranian. Alban, do bëj një pyetje këtu në këtë pyetje, bëjmë bisedë bashkëbisedim. Përsa i përket sigurisë, ti mendon domethënë që është më i sigurt një vend si Shqipëria apo një vend si Gjermania apo Italia? Po flasim për çështjen e sigurisë. Për çështjen e sigurisë. Po, për çështjen e sigurisë. Ti mendon domethënë që është një vend si Italia është më i sigurt se sa një vend si Shqipëria? Po ne jemi 2 milion banor. 2 milionë kusht 2,6 kemi në favore për cilat nuk mund të krahasohet me një vend si Gjermania që është 80 milion banor. Po, një gjerman është më i sigurt se një shqiptar atëherë? Po ta bëjmë ndryshe. Sa herë ke pasur atentate terroriste në qendrat në Berlin në mënyrë të gjitha me radhë? Po kështu. Sa herë ke pasur Shqipëri? Sepse aty nuk është një lloj domethënë që thot në numër banorësh, por që thot edhe Albani. Nuk e kisha gjithë gjë kontekstin. I ka të përgatitja policore tek informacioni, te informacioni, te institucionet, te përgatitja. Ti po më thua që Shqipëria është vend më i sigurt në këtë raport me këtë gjë se sa Gjermania? Ne kemi parandaluar. Shumë. Në rastin e vitit 2018, janë trend totale, faktikisht janë trend total. Shikun e kemi të Suel Çela është në Burg, Bajrat janë në Burg, Gysagas janë në Burg, Tropinit janë në Burg. Kur ne nuk arrim dot marrim me këto, imagjino çfarë i bëjmë në Amerikën e Sovjetike. Çfarë si bëjnë neve aty? U një mbysim më fare atë. Ne kur vim në çështje, pyetja ishte thumë çështje ndërkombëtare, desha të ngacmoj në këtë aspekt. Po ti ishte se ne se Gjermania që ka më pak se e sigur se ne po më e paranojnë që ata erdhen aty në Mans, sepse ne jemi 100 herë më të sigur si shtet, krijojmë siguri, i japim siguri një opozitë të tillë e cila është e rrezikuar më shumë se sa që jep Gjermania. Nuk është kështu më mik. Po aty ata realisht janë të sigurt. Nuk është. Se unë besoj fort domethënë që po kanë pse në Gjermani nuk mund ta kishin këtë. Nuk e di nëse do ta kishin. Mes Gjermanisë ose në Itali ose në Angli ose jo, nuk ka shumë gjëra si ne kemi më të favorshme. Po jo, më pyetja është Amerika qasin e ka më të lehtë tek ne potencial. Ne jemi dakord për këtë Nart, tash se po bën domethënë cinizëm atë kësaj natyre. Po është thjesht e burr Shqipëria se janë lutë. I mori Berisha grupin e parë, masiviteti prej 2000 vajt i mori Rama. Erdhi dhe zonja Clinton atëherë këtu kur ishte sekretare e përgjithshme, sekretare amerikane e shtetit, folin kuvent. U futen valle. Nart, kam historinë tjetër kundër. Po mi vazhdo atë. Unë kam historinë që e lidh pak me sistemet e brendshme të mënyrës se si funksionon shteti dhe për mënyrën se si duhet të sqarohet. Ore, në qoftë se realisht nuk ka shqetësim, le të thotë për çështje protokollare ambasada amerikane çfarë të doj, vlerësimin e rrezikut brenda vendit ton, le ta bëj institucionet tona. Dakor. Unë nuk jam minimalisht presidenti për shembull, do duhej dura mendoj që duhet të mbledhur Këshillin Kombëtar për të sqaruar. Po pse ka bërë këtë? Po nuk e di ta Mariana. I bën kashillik Amerikës. Jo, ndoshta këto takime bën rezistencë kryeministri nuk shkon. Ndoshta këto takime janë bërë dhe ne këto nuk bën publike, përderisa janë çështje që lidhen. Po kur mbledhet Këshilli i Sigurisë nga presidenti su bëhen publike, po çfarë bëhet publike këtu pastaj? Nuk bëhet publike sepse është çështje emergjente, ndoshta nuk duan që të sjellin një lloj kaosi edhe tek qytetarët edhe tek publiku.
Kështu që Po t'ishte çështje kaosi nuk e publikonte njëri fare atë. Fakti që e ka publikuar, kjo është për qytetarët amerikan, por edhe për fakti që e ka publikuar është thjesht për të kërkuar një aleat më shumë se i ka ngel vesh Izraeli. Kaq është historia. Dhe mos e bëni gjë domosdoshmë sigurisht. Kërkon Amerika aleat e ne? Ne aleat? Po pse na bëre të mëdhenj? Ja, na bëre të mëdhenj. Po ne donëm vetëm mëdhenj mor, se ti vajte bëre rezolut në parlament. Sa po ta thash një, apo do të më thësh një mbrapsh? Jo, nuk them mbrapsh, por na bëre të mëdhenj. Kështu që të kuptim kam përshtypjen që ndoshta janë bërë edhe këto takimet, por fakti që është bërë publike, mendoj që institucionet nuk kanë reaguar në nivelin e dur. Pra Shtetet Bashkuara presin më shumë nga institucionet ligjzbatuese në mënyrë që të marrin masa sa më të forta lidhur me parandalimin e ndonjë sulmi të mundshëm. Fakti që gjithmonë, pra kemi rastin së fundmi, kishim një rast të fundit kibernetik dhe ne duhet ta shikojmë me seriozitet, nuk është kaq e thjeshtë sa e thot Nardi, që thot që këtu ne nuk rrezikohet fare, nuk rrezikohemi për shkak se ata kanë ndonjë gjë me ne si popull apo me shqiptarët. Përkundrazi, ne si qytetarë, nëse ne dënojmë luftën që bëhet ndaj popullit, ndaj qytetarëve të Iranit, por natyrisht edhe qytetarë palestinezë që kanë 3 vite, 2 vite sa që janë në luft dhe kjo botë ende nuk ka reaguar, pra është për të ardhur keq që jemi në kulmin e teknologjisë, të shkencës dhe kemi shfarosje të njerëzve të pafajshëm, të fëmijëve, të grave, kështu që e konsiderojmë të padrejtë, pra ata e dinë dhe qasjen tonë si popull, që ne nuk jemi pro luftë, pavarësisht se qeveria jonë është e detyruar ose ka interesa personale të atyre që drejtojnë vendin në momentet saktuara që janë pro luftës për çdo luftë që Shtetet Bashkuara kanë realizuar. Dhe ne duhet të marrim masa si popull, përderisa nuk ka një reagim nga shteti, pra nuk kemi asnjë lloj plani se si duhet të mbrohemi, çfarë duhet të bëjmë në rast se do kemi ndonjë sulm, si duhet të sillemi ndaj autoriteteve, ka shumë masa që merren në situata të tilla, duhet të kthehet ajo periudha përpara viteve 90, ku qytetarët përgatiteshin, qoftë edhe në shkollë, por edhe në takime që kishin në lagje lidhur me rastet e një agresioni të mundshëm. Kështu që në këtë kuptim besoj që duhet të ketë një lloj reagimi serioz nga qeveria shqiptare në mënyrë që të parandalojmë apo të mbrojmë veten nga ndonjë sulm i mundshëm. Megjithëse të paktën në Agjencia për Media dhe Informime, e cila është në varësi të kryeministrisë, e ka pasur një reagim dhe thotë që Shqipëria është e sigurt, të paktën kështu citohet. Ky është mesazhi i përbashkët nga ministrat Ferit Hoxha, Ermal Nufi dhe Besfor Telemallari, pra ministri i Brendshëm, ministri i Mbrojtjes dhe ministri i jashtëm. Strukturat antiterrorit, policisë së shtetit dhe partnerët ndërkombëtar janë në gatishmëri të plotë, ndërsa bashkëpunimi me SBA dhe NATO-n vijon ngushtë. Mirë, mbyllim këtu këtë pjesë të parë të diskutimit, pasi sigurisht këto janë çështje të natyrave komplekse, janë çështje të cilat punohet gjithnjë jashtë syve të qytetarëve shqiptar, pasi kështu pra funksionon antiterrori dhe strukturat e tjera ligjzbatuese në vendin tonë. Megjithatë, është detyrimi her pas here edhe i qeverisë shqiptare, kur ka, le të themi, indicie nga partnerët ideal, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ndoshta të jenë pak më të qartë në momente të caktuara.